Të bekuar për të pasur një liçen të madh dhe të bukur, por pak të shfrytzuar. Prandaj, çdo aktivitet i realizuar në sipërfaqen e tij meriton vëmendje, edhe pse hezitojnë për t'u përfshirë. Por kjo nuk ndodh me anëtarët e klubit Taraboshi. Me shumë dëshirë dhe me bindjen e plotë se do të kalojë një pasdite të magjishme, 10 ditë pasi ka nisur në përdorim biçikletat e lundrimit, aktiviteti menaxhuar nga një i ri, patjetër që ata do e provonin këtë risi. Kam fitu një skem grantit nga ana e bashkisë Shkodër. Tani po zhvilloj aktivitetin, po pres edhe grupin Taraboshi. Sa ditë ke që ke filluar? 10 ditë. 10 ditë, ë? Tani ne jemi grupi i parë? Ju jeni grupi i parë, kështu si grup. Tani kanë kështu individuale, teke, dyshe, ka pas. A jemi në një grup simpatik me gjykimin Jemi tënd? shumë simpatik, u dallu prej larg. Entuziastë, si gjithmonë Taraboshi. Me që ju qep maleve kësaj radhe do t'i qepet ujit. Ujit edhe taman me biçikletë. Tash për malet nuk e dija mundeni me biçikletë, po liçenit mundena. Ne dallohemi për malin, po ç'ishte kjo ide për ujin? Po me të thënë drejtën me qenë në Taraboshi Shkodër, pse mos ta shfrytëzojmë edhe ujin. Edhe uji mendoj është një burim shumë i fuqishëm për edhe potencial për qytetin tonë edhe për të rit, siç kena rastin e Blertit. Kështu që ta promovojmë pak edhe Blertin edhe si përmarrjen e tij të re. Dashamirësit e natyrës, e sidomos të malit, janë të tillë edhe në këtë aventurë të re, te jetë argëtuese. Nëse të gjithë fotografojmë perëndimin e diellit në liçen nga klubet apo restorantet bregut të tij, ata do e fotografojnë duke qenë në brendësi të liçenit të Shkodrës. Biçikletë janë të thjeshta për të përdorur nga çdo njeri? Krejt të thjeshta, qysh nga mosha 12 vjeçare deri në moshën 65 është mundeni domethënë lirisht për me e përdorur. Pra ne mund të shkojmë deri Malësi të Madhe me këto, apo jo? Patjetër. Si gjithmonë, kur ndërmerret një udhtim apo aventurë, patjetër që një motiv na nxit më shumë për ta përqafuar atë. Një rast i veçantë sepse unë me thënë vërtetën kam marrë licencën si guid malore, pavarësisht se ka vite që unë e ushtroj, si më thënë këtë si profesion mund të them, por edhe si hobi. Edhe me këtë rast ftova gjithë shokët e mi edhe familjarët e tyre që të na bashkohen, edhe të bëjmë një xhiro, edhe të promovojmë pak, siç e thash edhe Manel, edhe të kënaqen, edhe më pas do të vazhdojmë me një darkë. Kena edhe disa foto të bukura nga jeta e egër e liçenit të Shkodrës. Kena edhe kukin që do me prov për herë të parë. Ta shohim ti tregojmë edhe tjerëve që mund t'i bajnë edhe xhiro me biçikletë në ujë e liçenit. Në nisën e bëjmë gjithmonë drejt derisa të kalojmë këtë pjesën e këtyre varkave edhe pastaj futena majtas. Ideja është edhe ka një pamje shumë të bukur edhe mbërslance, po keni edhe perëndimin, po është edhe rruga shumë e pastër. Nga që nga ana djathtë ka shumë rjeta, mund të ketë edhe shumë barishte që mund ta pengojnë atë lëvizjen e biçikletave. Në çdo biçikletë gjen jelekun e shpëtimit, por edhe kosh për të lënë disa sende personale që mund t'i kesh të domosdoshme gjatë lundrimit. Funksionimi i biçikletave është i njëjtë me ato që përdoren në rrugë, por në vend të rrotave këtu do t'u japësh pedaleve dhe lopatave një herësh. Në fillim të duket sikur do ekuilibër, por më tej mësohesh dhe është e lehtë për t'u përdorur nga çdo grup moshe. Kastrioti kësaj radhe ka zgjedhur të marrë me vete edhe qenin e tij Kuki, i cili pëlqen shumë shëtitjet dhe entuziazmohet kur të zotët e marrin në ndonjë udhtim. Nuk ka gjë më emocionuese se të lundrosh në liçen dhe të shijosh gradualisht perëndimin e diellit. Një pamje krejtësisht e veçantë që të bën të ndihesh me thatë që po e përjeton nga ky këndvështrim. Një pjesë e antarëve të klubit Taraboshi janë antarë të së njëjtës familje, duke dhënë një shembull mjaft pozitiv për shoqërinë tonë ku fëmijët argëtohen së bashku me prindrit dhe nuk vendosin bariera për brezat që përfaqësojnë. Ariane, si të duke aventurë? Shumë e bukur, shumë interesante, ne kemi pa vetëm televizor. Kështu provume ke ka mjaft interesante dhe ke ka thjesht. Nuk rrezikon ka as ulja, as peron ujës. Pra ruhet shumë mirë ekuilibri, nuk është se ka këto vështirësi. Tani kemi pa dallg, ja shpjegojmë gjithë rishikuzve, po kush i për këto dallg? Ishte një skap, ë? Ka skapi që ka japur nesh, jo. Aha. Këra të zetë me ka thjesht.
çdo kush mund të hyjë për të kjo. Uj, super, uj liçenit I Shkodrës. Hajde Alkete. Pa uj. Du la me biciklet, liçenin e bukur Shkodrës. Me tarabosh në Shkodër. Duke lundruar me bicikleta të jepet mundësia të shohësh një hapësirë të konsiderueshme të qendrës së Shirokës. Por të tjerë mund të zgjedhin edhe guida më të gjata në varësi të kohës që kanë në dispozicion. Stela si po duket? Knajsi. Një knajsi shumë e vogël. Edhe të mendosh ka qafër qytetit Shkodrës mu në qendër të Shirokës je, vetë se je në ujë, janë tokë. Kozet, a ki pa në herë Shkodrën me biciklet në ujë? Kja është pra, me biciklet të u la, Aha. të I ba promocion edhe liçenit të bukur Shkodrës, por edhe malit të rabosit që I kena kënej, në krahun tonë të majtë, edhe të myll ditën në një mënyrë shumë pozitive, me një relaks fantastik. Pas rreth 35 minutave lundrim, rikthehemi në Breg, aty ku dhe u nisëm. Knaqe? Shumë bukur, një eksperiencë bukur. Që ja vlen, do me Po, thonë. po tjetër. Çdo kush di dhe ta provoj, apo jo? Po tjetër, s'ka diskutim. Ishte shumë bukur edhe po mjo prenimi të në elemente dhe me thonë ishin shumë bukur që nuk ka si shef shpesi me makinë si me kështu, po ishte shumë e lutshme, thjesht nepja komve të ankon ishte plotë. Po ti e mësu me malin, ku pyeti për lodhjen? Nëse di ishte thjesht i kishte duhet millon komve shpejt ose të mershin do të rrymë, faktor të ndryshëm që të boshin më lodhë. Mendoj që është pak evolume, me gjithë dhe është mirë pritur. Një shërbim krejt I ri, krejt fantastik, që I synon pikërisht zgjerimit të llojeve të aktiviteteve që të afron liçeni. Me thonë drejtën e kam pas shumë me dëshirë që ta realizoj edhe vetë, por kur e shoh për më tepër të realizuar nga një djalë I ri, Blerdi, më vjen shumë mirë dhe I uroj shumë sukses Blerdit, sepse me thonë drejtën pikërisht na duhet të mbështesim iniciativa të tilla të ri që të rrinë edhe të shikojnë edhe të përdorin këto potencialet të cilat t'i afron liçeni Shkodrës. Mund të ishte super korrekt, pavarësisht se leju me pak I 5 minutë më shumë, por domethënë cilërat për kastriotin. Tani gjithë po pyesin, po pse sa është ditja njërë, na thuj dhe çikosën. Një gjysë ore kushton tek 5.000 lekësh ose një orë tek 10.000 lekësh.
Ka njerëz që preferojnë për shembull guida që mundën na me çu deri tek Zambak ose deri tek Pra ka guida, pra nuk është se vetëm qëndrojnë aty në shesh, ka zona, më thuaj emërtimet e zonave, cilat zona janë? kena pjesën e Zambakëve që e bëjmë që ofrojmë si tip guidet. Të shkohet andej Matan, si janë gjithë rishikuesi do të shkohet në këtë drejtimi këtej. Aty do gjejnë Zambak të verë, nuk kam qenë, po kam qenë me një kanoe. Ndërkohë munden me biçikletë. Po. Edhe në tek pjesa e zogajve është distancë gjatë, por me kalimin domethënë ofrojmë pushim me tip snacksash ose me tip me ujë ose me gjithçka. Domethënë ecim, pushojmë. Tani sa dolëm ne filluan këto, bretkocat. Kocat po, e kanë orën pesë në drejt. Mirë, një që do të lundroj me biçikleta, në çfarë ore? Ora e parë që mund të vi këtu cila është? Ne ndajmë kështu në grupe, si më thënë, sepse kena klientët e parë na vinë që nga ora 9 saati, ku na thonë shpesh që përdorim si tip stërvitja natës, që bëjnë to, domethënë një gjysmë ore deri në 45 minuta. Pastaj kena këto pushuesit që vinë për mola, që vinë nga ora 12-1. Jam kureshtare, Shiroka ka hoteli këtu apo nuk ke informacion? Shiroka ka hotele, po më shumë ka shtëpia për si tipi Airbnbs. Se kam përshtypjen që tani që kemi dhe hotele në Shiroka apo shtëpia të përshtatura si hostel e tjera, mund të kombinohet edhe me këtë, apo jo? Është një ndër alternativat që kena menduar që para që jena të bë tani që flasim, por më shumë jena fokusuar tek pjesa e Shkodrës, të qytetit, si më thonë, ku jena lidhur me këto hostelat edhe me këto shtëpiat për turistë, si Airbnb. Dhe aventura jonë nuk përfundon vetëm me lundrimin e liqen. I drejtohemi rrugës që të çon tek ferma ekosociale në njësinë administrative Ana e Malit. Kanë qenë të shpeshtë ardhet këtu dhe klubi Taraboshi pikërisht në këtë vend u krijua. Prandaj shihet edhe si një shtëpi e tyre. Por nëse gjithmonë kanë gatuar anëtarët e klubit, kësaj radhe janë disa të rinj që kanë zgjedhur të qëndrojnë pak ditë te kjo fermë dhe që kanë marrë përsipër të realizojnë vullnetarisht gatimin për të gjithë grupin sonte. Hello, my name is Paco. I come from New Caledonia. Përshëndetje. Emri im është Paco nga New Caledonia. Unë dhe gruaja kemi bërë një udhëtim nga Portogalia në jugun e New Caledonias, i cili është një ishull në territor francez mes Australisë dhe Zelandës së Re. During like 1 year and a half, maybe 2 years. Është një udhëtim i gjatë me biçikletë i cili na ka zgjatur rreth 2 vite. Sot të gatuajmë. Kjo është një palja që po e gatuaj me miqtë e mi kanades dhe belg, gatim që po e bëj me shumë dashuri. Kam gatuar kur isha 5 ditë në Bruxelles. Është një hobi i mirë për të gatuar për familjen dhe shoqërinë, edhe për gruan, asaj pëlqen kjo gjë. It's to my hobby, for my family, my friend, I really like that. With my wife too, she really like that. Me se mund ta shoqërojmë këtë që ka gatuar, pra kjo shoqërohet me çfarë pije zakonisht? Red wine, blue, white wine, white wine, yeah. Vera bardh, jo vera blu, vera bardh. White wine, not blue wine, please. Në çfarë ore hani darkën në Portugal? In Portugal, like 10 o'clock, no? Huh? 8? 8, 9, 10, eksaktësisht si në Shqipëri. Like in Albania, yeah. Është këndshëm kur të gjithë në mënyrën e tyre japin kontribut jo vetëm në gatim, por dhe në shtrimin e tavolinës. Merren shumë mirë vesh me njëri tjetrin dhe kombinimi i punëve është perfekt. Në një tavolinë të përbashkët në sfondin e mrekullueshëm të fermës, aty ku detajet i japin veçantinë asaj, si një shtëpizë e shkëputur nga bota, do të ulen rreth rrotull si një familje e madhe antar nga shtete të ndryshme të botës. Mirëmbrëma gjithëve, është kënaqësi që kena miqë nga Belgjika, nga Portugalia, nga Argentina, edhe nga Shkodra jonë e bukur. Vim mas një xhiro që bëmë me biçikletën në liçenin e Shkodrës. Ju uroj një mbrëmje sa më të këndshme. Ju falenderoj që jeni sot.
Një falënderim të veçantë kam qejf ta drejtoj për Pakon, që është edhe shefi, master shefi, por edhe për master shefin tonë Gujdini. Gëzuar. You both here. Enjoy every moment. Dhe pasi shijuam një darkë vërtet mirë, e me biseda ku notat e humorit ishin vazhdimisht të pranishme, para të gjithëve, naturalisti dhe fotografi i shpendë Ridvan Sokoli prezantoi fotot më të bukura të realizuara prej tij në harkun kohor të 10 viteve. Çafka vogël e bardhë. Shumë e zakonshme. This is very ordinary bird. Ka kënë tetor, me datën 22 tetor 2024. Foto të magjishme që ngjallën një kurreshtje të jashtëzakonshme, shoqëruar edhe me shpjegime interesante se si vepron një njeri apasionuar si Ridvani në gjetjen e çastit të duhur, por dhe vendit për të shkrepur një foto e cila flet sa 1000 fjalë. E ndërsa jemi duke e përmbyllur me një kënaqësi të jashtëzakonshme gjitha aktivitetet që përjetuam sot, mendojmë se shoqëria jonë duhet të gjejë forma të tilla argëtimi, që përcjellin emocione pozitive, solidaritet, edukime të tjerë. Dhe Shkodra është pikërisht vendi që t'i ofron këto.